Bashkim si e? Luje derën, për të marrë vesh se si e edhe çka ndodh në qytet edhe rreth teje. Takojmë drejtari... Kryetarin, o superbe, ma e në kryetar ban. Nuk djegët me do. Takojmë drejtorin e... Hajde be? Drejtorin e Lutës Derës. Kjo e ka një program shumë interesant. Unë ku pa që është luje derën. Jo, kërët martona... Sekret, top sekret. Bilena është asë martona, shko kitë mediave, s'po blenë martu media. Po tash nuk merë not, mo. Jo, s'ko lidi, ajme në poshtë, asë not, asë në vinë. Le ta luajnë derën sponsorët edhe të dera le t'i fusin do parë, edhe ta mshetë. Dëgjojeni drejtorin. Përshëndetje miq të kanalit Luaj Derën. Kemi ardhur të luajmë derën këtu te Teatri i Tetovës, sepse këtu ka një festival, do qëndroj i hapur për 6 net me radhë. Ju do keni mundësi në 5 netët me radhë të qeshnit dhe vetëm në një natë të qani. Ashtu më thanë, programi përfshin kryesisht komedi dhe besoj se gjithë ju do keni nevojë që të vini dhe të qeshni këtu në Festivalin Ndërkombëtar të Teatrit në Tetov. Tani unë këtu e kam programin, një dorëzim në Spokan është në 3 tetor. 4 tetor është djali, Teatri i Qytetit Gjilanit. Pra po e heqim shfaqjen që pa mësonte fluturim mbi Teatrin e Kosovës, Teatri Adriana nga Ferizaj, dhe nesër, pra ose sot, në qoftë se montazha bëhet më herët, 2 tetor, është Teatri Kombëtar dhe shfaqja Art. Teatri Kombëtar i Kosovës më saktë. Dhe pastaj në vijim kemi njeriu që pa vdekjen me sy, 5 tetor, njeriu që pa vdekjen me sy Teatri Gostivarit dhe 6 tetor, një përballje me vdekjen Teatri Tetovës është regjisore Afrodita Nuiu dhe është shfaqje premier që do ta mbyll këtë festival. Edhe do shihemi pas pak me materialet që morëm këtu, këtë takuam, çka folëm, të gjitha do t'i ndiqni në vijim. Jemi me drejtorin e Teatrit të Tetovës, Hasim Emishin Sopin, i cili sonte është një koqiri që do pres shfaqjet që do jepen çdo natë këtu në Festivalin Ndërkombëtar të Teatrove në Tetov, edhe po ashtu do t'i presim edhe publikun, sepse në fundit shfaqjet bëhen për publik. Mirë se të gjejmë dhe besoj që i paske dhon pak zor me këto para përgatitjet kështu me tavolina me... Pak i kemi dhënë sot, po mendoj se jam. Duket bukur gjithsesi? Po teatri është i bukur edhe duket bukur. Më pëlqen që është një ambient kështu serioz, besoj që edhe përmbajtja brenda festivalit do jetë serioze. Besoj. Kë do kemi? Sonte hap festivalin Teatri Adriana i Ferizajt me fluturimin mbi Teatrin e Kosovës. Është një komedi, një parodi më shumë për politike të themi se sa komedi e zakonshme. Edhe aktorët madje i takova thanë edhe ne jemi në fushat edhe ju që keni në fushat, kështu që do të na ndihmoj po do përfutet edhe shfaqjet. Edhe ne të benovim, po ashtu do kemi shfaqje të tjera? Nesër e kemi Teatrin Kombëtar të Prishtinës me shfaqjen Art, gjithashtu një komedi shumë e mirë. Natën e 3 kemi festivalin Teatrin e Preshevës, gjithashtu me komedi. Natën e 4 kemi Gjilanin me dramë të rëndë sociale, do me thënë gjithandej ku është shfaq drama publiku ka dalë duke qartë. Prandaj 3 net do bëjmë të qeshim. Do lodheni duke qesh, masandej do qajmë pak, masandej prap do qeshim. Prap do qeshim me Teatrin e Gostivarit, njeriu që pa vdekjen me sy, gjithashtu është një komedi për zgjedhjet lokale, që është shkruajtur para 200 vjetësh, por është si më shkruajtur në 2025. Atëherë i bie që programi i festivalit do ju ndihmojë për këtë votoni, ha? Ty pa ato fenomenet. Nalt posh janë njëjtë krejt. Po. Në shfaqje janë krejt njëjtë. Po, do fitojnë edhe hupin? Në shfaqje gjithë hupin ose gjithë fitojnë. Aha. Atëherë ja vlen, na ke intriguar fort për me pa shfaqjet. Edhe natën e 6 është teatri jon, Teatri Nikoqir, që do të jetë premiera e Afrodita Nuiut, edhe ajo është një dramë sociale. A ka karakter garus? Jo. Jo, nuk ka karakter garus. Mos i idhnojmë njerëzit, festivali është fest edhe le të festojmë 6 net. Le të bëhet fest atëherë. Sponsorët, është e rëndësishme ti cek? Do me thonë, sponsori kryesori i festivali është Ministria e Kulturës, sponsori gati sa Ministria e Kulturës është edhe Komuna e Tetovës, është restoran Sedra që mbulon ushqimin e trupave. Artistët kanë qejf të hanë mirë? Po, kanë qejf të hanë mirë, edhe është Zgjimi Kompani që na kanë ndihmuar me disa gjëra
rreth festivalit. E po e shoh se kanali Luaj Derën nuk I cenzuron sponsorët, do t'i lëmë që të shkojnë, vetëm pse mbështesin kulturën. Edhe le ta luajnë derën sponsorët, edhe te dera le t'i fusin do parë, edhe ta mshetin. Dëgjojeni drejtorin. Sonte në moderim do jem Arsim Kalecin, e kam ndruar partnerin, nuk e kam Adriana Ziri, po gjithsesi do jetë bukur besoj. Arsim Kaleci e dini prej kanalit tim, është ai që nuk e ka dëgjuar asnjëherë këngën Dame Ungër, edhe është një fenomen në fakt. Arsim si organizator, si njëri që pret në shtëpi ti ndodhi një diçka e bukur, një dasëm të themi kështu në Tojza. Besoj që është një diçka e bukur kjo që I ndodh Tetovës, një festival teatrosh. Sigurisht është një diçka e bukur, është e mrekullueshme, siç e shikoni edhe atmosfera prej para pallatit kulturës deri brenda në skenën e teatrit është e jashtëzakonshme, atmosferë feste, edhe shpresoj dhe nuk dyshoj dhe besoj që edhe shfaqja e sotme do jetë një shfaqje e mrekullueshme dhe publiku do të dalë I kënaqur nga Patjetër. teatri. Do shohim shumë shfaqje, për ndryshe, a mund të themi që është aktiv teatri Tetovës me shfaqje? Si vjet çka kemi pas? Po, është aktiv, natyrisht, si gjithmonë. Aq sa e lejon buxheti të jetë aktiv, apo? Aq sa e lejon buxheti, po pak më parë më duket e kishit drejtorin e festivalit, ndoshta ai është më I thirrur për të përgjigjur në këtë pyetje. Me sa di unë, Tani shumë shpejt pra në një fund të premiere festivalit kemi pasur para 2-3 muajsh, një premiere kemi patur. Tani janë 2 shfaqje që po njëkohësisht që po realizohen në proces. Njëra prej shfaqjeve do ta ketë premierën pikërisht në festivalin e sivjetshëm në natën e fundit. Tjetra do jetë më vonë, ajo është një shfaqje tjetër në gjuhën maqedone. Mirë po ecin punët. Shpresoj të vazhdojmë. Ndërkohë, derisa të nxjerrim informatat për shfaqjet që do jenë, domethënë kjo shqipe dhe maqedone, I ftojmë të luajnë derën. Pikërisht, nëse s'keni çka bëni luani derën. Sonte do prezantojmë festivalin bashkë me Gjemin, e cila është për mua mbretëresha e luaj derën. Jemi në teatrin e Tetovës dhe sonte do të hapet festivali ndërkombëtar I teatrove dhe këtu do takojmë njerëz sigurisht të ndryshëm, për arsye të ndryshme do flasim, po sigurisht të gjithë janë të Tetovës dhe konkretisht takojmë regjisorin të ri në moshë, Gençajanin, I cili ka marrë çmime në festivalin e Divrës, e uruam edhe sigurisht do na flas pak vet si ka rënë në Divër. Shumë mirë. Janë tepër mikpritës, edhe unë sa herë që shkoj në Dibër ndihem si në shtëpinë time. Kësaj radhe ne morëm një çmim për aktorin më të mirë, apo Linda Shabani edhe? Ishte çmimi I Sat me radhë për këtë shfaqje Pacienti Dr. Freudi. Gjithmonë flasim për shfaqjen Pacienti Dr. Freudit. Kemi bë bujë të madhe me këtë shfaqje, është çmimi I 8 me radhë, domethënë çmimi numër 8 që kemi marrë në festival. Shumë mirë. Jam shumë I kënaqur edhe për ne vlen shumë kjo, absolutisht. Që në historikun e teatrit është një gjë shumë e madhe të ngelet një shfaqje me kaq shumë çmime, për mua është arritje, normal. Kjo shfaqja jote e parë kaq e suksesshme, apo jo? Sigurisht të tjerat do të jenë më të suksesshme se kjo, kështu. Besoj që po, do ngritemi, po. Patjetër. Ne presim njerëz këtu dhe më pas do t'i shihni edhe në kamerë, kë presim. Sigurisht për festivalin diçka të themi Genti. Unë jam shumë I lumtur që jam pjesë e festivalit këtë vit, edicioni 10 I festivalit të teatrove në Tetovë dhe e jeni të gjithë dhe mos harroni, luajeni derën. Luajeni derën patjetër. Patjetër, pafshim. Një personalitet shumë I dashur për tetovarët dhe jo vetëm për tetovarët, Mr. X-i. Mr. X-i ende nuk ka një emër, apo ka ngel Mr. X? Ja, populli tash. Në gjithë se populli din kush është Mr. X. Ja, edhe një emër më ka gjithë Agababa. Agababa, po. Prej një rolit shumë të famshëm që ke pas për publikun, apo jo? Pastaj ju përshëndes. S'na pa moti. Që 20 vjet. Po, bile kompono për ti edhe atëherë. Po, mi ka bërë ciklat në radio. Edhe tash do më bësh ciklën për kanalin Luaj Derën. Kjo e ka një program shumë interesant. Unë ku pa që është Luaj Derën. Kene e thakë shumë, së më dishit bësh Luaj Derën, garën për të pjata ideja ka. Po. Okej. Faleminderit edhe ftoj të gjithë miqtë tu, të miq, të
krejt atyre që na shpërndajnë, ta përcjellin kanalin Luaj Derën. Pa e dihet, si më nëse veçoni këtë kohë fajtë televizin, në loqë. Ciao, përshëndes kive. Fare nga unë edhe më e mira, edhe më e bukura, edhe më profesionale në punën e vetë. Emir Hamzaj është gazetari kulturës, dhe jo vetëm, por njeriu që insiston të shkoj pas kulturës. A ka një kosto kjo të shkosh pas kulturës? Kosto ka që nuk paguhet. Kurse në aspektin moral, po ashtu edhe kjo nuk paguhet, sepse nuk ka çmim të cilin ta kompenzon apo ta me farmërire mund të ta shpaguaj punën, sepse punosh si gazetar për kulturën, me qenë se ashtu më thonë, po do të doja që më shumë të jem si gazetari politike, sepse fokusi i portalit tim është më shumë politik, por edhe kulturë. Ama cilën ti e ndjek më me pasion? Pasioni është sigurisht kultura, ndërsa politika më jep pak më shumë adrenalinë. Unë gjemi kur dal në aktivitetet, që të ndjek aktivitetet kulturore, nuk është vetëm me idenë që dal të mbushim minutazhe. Mirë po dal me atë idenë që e ndjej në farë mënyrë si obligim moral, pasi unë vetë jam rrit nga një prind i cili njihet si aktor i popullit, kisha thënë, dhe kështu që nuk e bëj vetëm si punë, por më shumë si një obligim moral. Profesoresha Behare Kasami, si e? Mirë, faleminderit ju si jeni. E ndjek festivalin rregullisht, shfaqjet teatrore, gjithçka kulturore. Aq sa munda. Aq sa mundesh, pse? Jo, pse i ndjek e kam fjalë. Pse i ndjek, po se... Tani që ti motivojmë ata që nuk i ndjekin, që të ndjekin këto aktivitetet. Sepse janë ngjarje kulturore të cilat ndodhen zakonisht vetëm një herë në vit si festivalet, shfaqjet e ne janë shumë të rralla dhe ne si tetovar mundohemi të marrim maksimumin nga ajo që na ofrohet. Ama publiku tetovar është publik shumë i dashur me artin, apo jo? I mbushan sallat gjithmonë. Ashtu duket. Edhe në qytete tjera ndonjëherë. Shumë shpesh. Jemi një grup i cili janë gjithandej. Cila është ngjarja e fundit? Jo, prej kësaj jo, po tjera që ti e ke përcjell të fundit. Tifoda, festivalin e filmit. Do të thonë ngjarja që ishte para disa. Para kësaj, po. Faleminderit. Bekim Smiley, si e? Mirë, faleminderit. Sonte kemi një festival në shtëpinë tënde? Po, sot e kemi edicionin e 10 Festivalit Internacional të Teatrit Tetovës, edhe do kisha thonë shpreja kur s'ket çka bën Luaj Derën. Për këtë festival nuk do i kisha përdor atë shprehje, do të thonë kur s'kemi çka të bëni e janë në teatr. Do të thonë edhe kur kemi çka të bëjmë, teatri është një prej atyre pjesëve ku duhet janë pjesë e pandashme e jetës. Edhe nuk vlen kjo kur s'ket çka të bësh hajde në teatr. Gjithmonë duhet vish në teatr. Do të thonë edhe kur ke çka bën duhet vish në teatr. Bashkim, sonte do ndjekim një festival të to. Çka je tu hong? Jam do hongër një mastik kundër cigares, për ndryshe sonte nuk është festival, sonte është edicioni jubilari i këtij festivali. Shumë i mrekullueshëm edhe falë. E haruam ta cekim se si vjet i mbush 10 vjet ky festival. 10 vjeç, edhe pse me shumë vështirësi është të rritë ky festival, po dash zoti që të rritet ende më shumë. Gazetarët jemi ne që i dalim në mbrojtje, kështu që në mbështetje. Për teatrin gjithnjë aty do jemi. Emiri, Bashkimi, Gjemi. Ilmia. Me Nebi Jusufin tani takojmë dhe dritat s'do na ndalen. Jemi akoma këtu në festival, apo jo? Po. Do vazhdojmë të përcjellim ngjarjet të to. Nërmjet e patëm festivalin e filmit. Ishte atëherë që festivali i jazzit, tash i teatrit. Tash i teatrit, po. Besoj do t'i ndishin gjitha shfaqjet, sepse keni atë nostalgjin, se na ngeli muhabeti në gjysmë,
kur na u fik drita që tregoje për pasionin tënd për aktrimin dikur? Unë qish kur isha në shkollë të mesme, kur filluan të bëhen këto audicionet e para në kuadër Gjelandis Zeqirit, e kam pas pasion, e kam dashur në shkollë fillore teatri, edhe mora pjesë në to dhe për fat u pranova në atë kohën e kur ishte Refeta Bazje, disa që me të vërtet kanë arritë shumë sot, punës e pata atë fat të vazhdoj, po gjithmonë pasioni ngel për teatrin. Si për shembull sonde, kjo është një fest për ne adhuruesit e teatrit, është një fest e madhe. Sidomos për ty që thuaj se një gjysmë jetë e keni bën mërgim. Një pjesë gati, sa them gjithë shekulli, po 37 vjet jam në 35, gati 37, atje edhe kam mallë. Jo se s'kam ndjek teatr, kam ndjek edhe atje teatr, po ndryshe është teatri i trungut tonë, i vendit në gjuhën tënde. Në gjuhën tënde, ku ka makinaci. Edhe prandaj gjithmonë deri në frymën e fundit ta kem qejf dhe ta vazhdoj ta kem qejf. Tani do t'i ftojmë njerëzit të ndjekin kanalin Luaj Derën, apo jo? Po patjetër ndjeki edhe me interesimin më të madh dhe me kënaqësinë më të madhe. Unë si gjithë tjerët mundohem ta luaj derën dhe do të vazhdoj ta luaj derën se me të vërtet ja vlen dhe ju lum për punën që bëni. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ty. Jemi me Fatmir Hysenin, drejtorin e teatrit Ferizajt, dhe do flasim për rëndësinë që ka hapja një festivali, pasi më mirë se Ferizaj nuk e din kush, me që kanë tradit në festival teatrosh, kanë festivalin më të vjetër të teatrove. Mirë se erdhët fillimisht Tetov, besoj që ju pret ngrohtë Tetova si gjithmonë apo jo? Mirë se gjetëm, po patjetër dhe në hapjet festivalit është një nder i veçantë që ju ka bërë teatrit Adriana, sepse kemi qenë e organizojmë atë festival që 58 vjetë në Ferizaj, sepse ka datat ndryshme, po 55 në këtë vit, 56 në vitin tjetër, dhe kemi një tradit jashtëzakonshme për festivalet dhe unoroj që ki festival tjetë Timbri, të kaloj mirë, po sonte ishte një nder i veçantë edhe shfaqe u prit shumë mirë, që është një komedi satire, cila është në realitetit tonë të Kosovë që ka ndodhë dhe ne jemi kritik, autokritik, ndaj artista, po dhe ndaj politikës, dhe është një ngjarje cilit e dim gjithë në Kosovë. Ndërkohë, me çfarë po merreni ju në Ferizaj? Kur do mbahet festivali? Festivali vetëm këtë vit është përfundu. U përfundoi. Pa 55 vjetori, për vitin tjetër me siguri organizohet 56, edicioni 56. Tash kemi repertorin e rregullt me 4 shfaqje të cilat I kemi në repertorin tona. Njëra ishte kjo pra, me regji të Algonit Tarit. Kemi pasën shfaqjen 13 e cila është jashtëzakonisht spektakël me Sulejman Rushitin, që edhe ajo ka ne ftuar edhe në këtë festival, po janë do pamundësi, cilat po ne I kemi 4 shfaqje të cilat janë shumë reprezentative në çdo festival. Jemi të ftuar në 50 vjetorin e një festival që mbahet në Shkup, me Togirin e Inishmorit, nëntor. Kështu jemi aktiv vazhdimisht edhe me siguri do të fillojmë edhe ndonjë shfaqje të re për premierë, çta kemi. Besoj që vështërsitë e bardhjes së një shfaqje janë të mëdha, duke filluar nga adaptimi skenik, I skenografisë të shumë telashe tjera. Ka, po kjo shfaqje është pak ma e mirë, ma kompakte, ma e bardhshme. Ma e bardhshme, ma e lëvizshme, ma mobile, po e them. Dhe për ndryshe shfaqja 13 duhet 2 kamiona dhe shpesher ka dhe shpenzime. Mirë po, ne e dimi rëndësinë e festivalit dhe nuk I ngushtojmë I fort në kërkesat tona, sepse e dimi vetë shka që e kemi organizu dhe e dimi rëndësinë se teatrët shqiptare vazhdimisht kanë probleme me financa dhe kështu që gjojmë një par kompromise. Ferizaj ka probleme me financa, jo? Po s'ka teatr që s'ka probleme me financa. Shqiptare do të absolutisht, sepse ne kemi buxhetin ton, po nuk I kemi kuletën. Kjo është problemi më I madh ndoshta në Kosovë. Pasi është s'ka llogari bankare teatri, janë një thesar, do të një vend. Me komunë, me bashkinë, apo jo? Po, figurojnë mjetet, po ti nuk shpesher përmbarusi, jo, I merr, ke akses, po I merr përmbarusi dhe ti mbetesh keq. Shumë keq. Janë një formë tjetër. Ndërsa ju punoni diçka? Po, do të fillojnë këtë vit një shfaqje. Të ndejmë nga ne, apo jo? Jo, është me do kolega tje që është projekti Pavarur. Besoj që brenda këtij viti do të ketë premierë. Suksese pra. Faleminderit.
Jam me Elton Tahirin, njërin nga protagonistët e shfaqjes që u lujajt sonte dhe që hapi festivalin e teatrove këtu në Tetov. Për ndryshe Eltonin e kemi pak si të shtëpis, sepse ka studiuar në Tetov dhe kjo skenë është shumë e njohur për të. Mirë se erdhe. Kish marrë malli për skenën? Po, kishte marrë malli edhe isha të folë në kolegët që ku bo shfaqjen e diplomës këto, është skena shumë e madhe, me zanë skena shumë e vogël, do të më mësue stres. Ama ti s'kishe stres, e një këtë skenë? Jo, po dhe për atërësion, këty një thëshë që s'kanë lu më herët. Besoj që mirë u prit shfaqja dhe ju... Po, prit tepër mirë. Vjet mirë? Po, tepër mirë, asë gjithmonë publiku i Tetovës për më është shumë i mirë. Ti e ke provuar shumë herë duar trokitjen e publikut. E vërtet, sidomos të shqiptarëve këto. Realisht, sërë që vina, shfaqja pritet shumë e ngrohtë për tyne, edhe provimet që i kom bo me edhe këto gjatë studimeve, më thona kam prit neve shumë mirë edhe si klasë që kemi qenë marrët. Për çka të bie më shumë malli për Tetovën? Tetov... A të bie malli apo s'bie malli? Jo, më bie malli se unë për shembull në Tetov vish me po kushtrimin. Po? Kushtrimin, profin tem. Profesorin kushtrim. Tjetër arsye nuk ke, do me thënë. Po, më shoshnia, profesorit, që ta realisht që më kanë metë, kur isha këta, edhe në njerë shfletohen kujtimet që i kom pasë këto. Elton, me të shkuar ti në Ferizaj, ndryshoi jeta jote? Po, është të vërtet. Për të mirë? Po, për të mirë, realisht teatri i Ferizajt, më priti mirë, dhe më thonë ansambli ti, më propozona për shfaqje të tyne edhe kam qenë angazhuar gati tash 2 shfaqje radhazi me njerë mos diplomimit i kom po në teatrin e Ferizajt. Po. Tjetër që ka ndodhur? Media s'kan lënë rahat? S'm kanë lënë rahat. S'kan lënë rahat me shiju pak fejesën e... E vërtet është me shijat ëmbëlsin mas fejesës. Kështu që një sugjerim kur të martohesh... Jo, kur të martona... Sekret, top sekret. Jo, bilena është asë martona, e shko kive mediave, s'po blenë më martu mediat. E vërtet. Realisht, po, në një punë e fesës, shqyma telin edhe thjesht nuk dishta me një për kamet, se kanë leo. Ose, një propozim Elton, të ftuarit pa telefonat futen brenda. Po, mundësisht telefonat kitë pa ty, më thonë, më thas, para dhere sa dhe me një në mërë nësë. Për ndryshe të urojmë suksese, nuk e di qarë ke diçka tjetër, ndoshta lidhur me shfaqjen, lidhur me publikun, lidhur me përjetimet e tua që i ke koleksionuar këtu në Tetov dhe që i ke lënë mbrapa? Realisht, sot, më me thonë që kom pas të rëndësishme luj në Tetov, në bas disa, dhe më thonë, muajve ose një viti, gati, njënë mas shfaqjes diplomës, edhe kisha të rëndësishme realisht me përformu mirë, me prit publiku mirë shfaqen dhe mbi të gjitha dita e parë e festivalit. Edhe është një farë përgjithësie, tash publiku që kam i prit mas kësoj shfaqe, çfarë fejsa ka me pas, çfarë disponim ka me pas festivali. Edhe kjo është arsyeja që më thonë që nëse prita me lu, më kthyi prapë. Edhe pash që ke krijuar një përvojë skenike, domethënë nuk është shfaqja e parë profesionale në të cilën ti luan, kështu që ishe shumë komod në rolin të. Shumë faleminderit. Të uroj shumë suksese. Po, edhe mundësisht i tregom profesorit që sa i më thasë shumë nuk mujtë me ndrejë si shkon me një farë ftesë, kështu që thuj që kom lu mirë. Po, patjetër. E kisha të rëndësishme. Profesor ka kisha të rëndësishme. Po tash nuk merr notë mo. Jo s'ko lidhje, ai më poshtë as notë as